Në jetën përditshme përveç punës tonë agjenci, kemi kontakte të ndryshme, qoftë me zyrtar të lartë apo zyrtar publik, po duke përfshi edhe zyrtar policor që zhvillojnë hetime, sepse tashmë është rritur shumë fushimtaria, apo si ta themi numri subjekt deklaruese kanë qenë rreth 4500 deri në 800, tashmë i kemi 12000 zyrtar që duhet të deklarojnë pasurinë. Tashmë është zgjeruar mjaft shumë. Rezultati i cilën po besoj është shumë i rëndësishëm të ceket është brenga e zyrtarit publik për publikun se si sheh ata. Vetë kjo brengë, po besoj që kjo transparencë është një formë llogaridhënies, sepse tashmë kujdesen që të hyrat e tyre të jenë brenda sistemit, kujdesen që mos të përfshihen në transaksione që mund të duken të dyshimta. Thotë kjo është ajo vetëdijsimi i zyrtarit publik që do të jenë transparent dhe llogaridhënies. Kjo ka pasur impakt, po besoj, më të madhin të mjekët profesorët, të zyrtarët e administratës hetimore, të doganierët dhe të niveli i zyrtarët që lëshojnë licencat të ndryshme, sepse tashmë janë më të kujdesshëm në mënyrën se si sillen. Përveç kësaj ne kemi edhe ligjin për deklarimin dhe mbikëqyrjen e dhuratave, që është pjesë e ligjit për deklarimin e pasurisë. Edhe aty jemi duke punuar, sepse në të kaluar nuk kemi punuar dhe janë raportuar dhurata të cilat nuk janë dhurata, por mund të jenë në një formë rrëshvete. Tashmë edhe aty po punojmë që zyrtar publik tu tregojmë dhe ti kontrollojmë që mos pranojnë forma të dhuratave që në të vërtetë nuk janë dhurata, sepse ligji u ndalon pranimin e dhuratave të tilla. Thotë jemi duke tentuar ta zbatojmë në plotësi legjislacionin, jo elemente të caktuara, duke pa mandatin në tërësi. Për shembull, deklarimi i pasurisë nuk është vetëm deklarim pasuri, është deklarim edhe interesave, shumë në aspektin e konfliktit interesit, se sa zyrtar publik përmbajnë pozita të cilat mund të jenë në konflikt interesit njëra me tjetrën, apo pastaj gjatë punës së tyre duke qenë të punësuara, duke pasur fonde nga një biznes caktuar, e janë të përfshirë në procese qoftë të nderimit të tjera, që kanë të ndaluar, jemi duke tentuar ta shohim mandatin si tërësi e jo elemente të caktuara, pse punojnë në departamente, puna e agjencisë në vitet e fundit është duke shkuar nga ajo që të shihet si tërësi, secila pjesë kontribon në pjesën tjetër, asnjë azimi kontribon te rasti e konfliktit interesit, edhe te deklarimi i pasurisë, po ashtu edhe te deklarimi i pasurisë ka mjaft raste që kalojnë te departamenti i konfliktit interesit dhe të tillë të kryjnë punën tonë. Po ashtu edhe te vlerësimi, përmenda më herët vlerësimi sektoral kundër korrupsion, na ka jap orientimin se ku do të orientohemi me shërtim të legislacionit për masa kundër korrupsion. Institucionet që kanë dalë më keq në vlerësimin e harximin e korrupsionit, ne tashmë legislacionet e tyre jemi duke shqyrtuar në aspektin kundër korrupsion për të parë nëse këto ligje apo akte ligjore kanë elemente të cilat mund të legitimojnë ndonjë formë të keqpërimit apo të korrupsionit.